Por mendojmë që kjo është një zonë e Durrësit e cila ka një intensitet të madh dhe kërkesë të madhe për sa i takon plazheve publike, sepse ka hotele, ka shumë objekte banimi. Dhe ndërkohë ka edhe ndërtesa që janë ndërtesa të reja, të cilat janë dështohen praktikisht. Të cilat janë me leje dhëna nga KBT-ja për funksione banimi ose turizmi. Dhe normalisht kemi vendosur plazhet publike kemi fragmentarizuar në të gjitha zonat, që nga këtu deri ke Proja Gajit. Ndërkohë praktikisht jemi gati, pavarësisht se sezoni veror ka filluar shumë më shpejt se sa vitet e kaluara këtë vit. Rregullorja e re e plazheve, si në gjithë Bregdetin dhe në Durrës pa diskutim, ka shpeshtuar plazhet publike dhe ndërpret plazhet private për t'ju dhënë akses banorëve të cilët nuk duan të shkojnë në një plazh të menaxhuar nga një subjekt privat, por duan të jenë në komoditetin e tyre me çadrat e tyre. Gjithë parcelat e Bashkisë Durrës në plazh janë ndërkohë edhe të shpallura publikisht në faqen e bashkisë. Po, ne kemi bërë miratimin e hartës pak ditë më përpara, pra për arsye të vendosjes së të sinjalistikës dhe të publikimit të këtij informacioni, i cili ndodhet në faqen e bashkisë dhe është aksesueshëm nga të gjithë, por edhe në terren kemi evidentuar me sinjalistikën përkatëse të gjitha plazhet publike. Kemi akoma punë për pjesën e zonës së Shkëmbët Kavajës, sepse aty jemi duke dhe aty ka intensitet shumë të madh së sigurisht, ky aks, pra le të themi Gjiri Durrës, i cili vazhdon deri në Kavaj, është aksi i cili ka intensitetin më të madh të vizitorëve, të kërkesës për plazh, sepse janë restorantet, janë hotelet, janë banesat, shumë familje japin me qera në periudhën e verës. Dhe kemi vendosur që plazhet publike ne t'i lëmë t'lira, t'i menaxhojmë, t'i pastrojmë, të kujdesemi si institucion patjetër me ndërmarrjet tona të pastrimit. Ajo që vlen për të tekstuar është që ne kemi rreth 266 plazhe publike në gjithë territorin e Bashkisë Durrës, por duke qenë se lidhja e kontratave do të përfundojnë në datë 30, pra pas datës 30 do të shtohet. Ne nuk do të kemi kontrata të reja, automatikisht sipërfaqet e menaxhuara, të cilat nuk janë aplikuar nga subjektet, do të dalin të gjitha publike dhe automatikisht do të shtohet. Dhe ne për momentin kemi evidentuar ato parcelat të cilat i kemi tashmë publike, do të presim datën 30 që të evidentojmë dhe parcelat shtesë të cilat nuk do të lidhet kontrata për t'i vendosur tabelën plazh publik. Pra do të transferohen. Të gjitha këto shtojnë përgjegjësitë për ne, se është e vërtetë që kemi bërë një ndryshim thelbësor të rregullores plazheve, në cilën dyfishojmë hapësirat e plazheve publike, të cilat do shkojnë edhe më shumë. Ka bashki që shkojnë edhe deri 80% e vijës së Bregdetit, siç ishte rasti i Lezhës, shkojnë plazhe publike. Besoj dhe në Durrës do shkojmë tek 60% e vijës plazhe publike, duke përmbysur raportet publik-privat që kemi pas në vitet e kaluara. Gjëja tjetër e re dhe e rëndësishme është që plazhet publike nuk janë në fund apo në fillim vetëm, që i bën të vështirë aksesin, por janë të ndërprera me qëllim që pushuesve të ndryshëm në segmente të ndryshme, aq më tepër në Durrës që është një vijë shumë e gjatë Bregdeti.